Kryeministri Berisha prononcohet për herë të parë lidhur me debatin e fundit politik në vend, atë për një ligj organik për institucionin e presidencës. Në një takim me mediat në Kalan e Himarës, shefi i ekzekutivit tha se ligji më i mirë për presidentin është zbatimi i kushtetutës, ndërsa shtoi se qeveria nuk e ka në agjendën e saj një iniciativë të tillë. Unë mendoj se ligji themelor i vendit ka të përcaktuara të gjitha kompetencat, të drejtat e presidentit të Republikës. A mund të ketë ligj për presidencën është fjala? Mund të ketë ligj, ka vende që kanë ligj, shumica kanë ligj. Por nga ana tjetër do të theksoj se detyrimet kushtetuese janë më eprore se të gjitha detyrimet tjera ligjore. Pra, në qoftë se parlamenti funksionon mbi bazën e një ligji, sepse ka një urmëtari të përditshme të gjerë të shumëllojt, presidenti funksionon mbi bazën e përcaktimeve kushtetuese, ndjek me interes iniciativat e deputetëve. Qeveria vetë nuk ka normen të marrë në një nisëm që të bëj ligjin për presidencën. Kemi agenda tjera. I pyetur nga gazetarët, kryeministri Berisha ripërsëriti edhe një herë qëndrimin e tij politik në lidhje me kauzën e opozitës për transparencë të zgjedhjeve të 28 qershorit, duke deklaruar se ky proces do të bëhet në përputhje të plotë me rezolutën e Parlamentit Evropian, duke zbatuar kushtetutën dhe kornizën ligjore. Ka një rezolut të Parlamentit Evropian. Unë mbetëm për zbatimin e saj germ për germ dhe në frymën e saj totale. Rezoluta përcakton qartë se çfarë duhet të hetohet. Unë i qëndroj plotësisht asaj, i qëndroj plotësisht ligjeve dhe kushtetutës së vendit. Shqipëria nuk mund të bëhet dhe ç'bëhet. 547 deputetë evropian votuan për materialet e votimit, të cilat nuk përfshin fletët e votimit. Të gjitha tjerat, çka është në kuadrin ligjor, çka është në kuadrin kushtetues, ne qëndrojmë plotësisht të vendosur të bashkëpunojmë me opozitën. Kryeministri Berisha është ndalur dhe tek reforma zgjedhore, puna për të cilën pritet të nisë me fillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës. Ai ka garantuar partitë e vogla si më të pakënaqurit nga hartimi i kodit elektoral se me amendimet e reja që palët pritet i bëjnë ligjit për zgjedhjet, zëri i tyre do dëgjohet, pasi, sikundër tha shefi i qeverisë, ata janë pjesë e realitetit politik në vend.